persona të ndryshëm për kontributet që i ka dhënë për të mirën e shoqërisë, ose për respektin ndaj nonës, për respektin ndaj popës, për respektin ndaj familjeve, për kontributet për vepra të mira. Këto janë këngë me tematikë fetare, ndërsa ilahi janë të dedikuara vetëm ndaj krijuesit të gjithësisë, Allahu Dhul Xhelal. Po. Përmes tyre ilahive që janë shumë popularizuar, po flas, janë edhe ilahit e vjetra, po edhe këto materija që ju po i përgatisni, sa kanë ndiku ilahit në të kalumen edhe në sotmen që populli shqiptar me majt besimin. Sa po flas edhe nga babajut se e di se është hoxhi nderuar dhe mufti ose imam në zonën Kryetari i Bashkisë Islame, po. Dhe sa ka ndiku, edhe unë kam pa edhe një video të këtë babajt juj nëse s'gabom në YouTube, që kënon ilahi shumë bukura, edhe më kalon përshtypje shumë e pjesë. E përmendën fillim që edhe në kohën e mëhershme, fillimisht edhe në kohën e mëhershme ilahit të cilat janë kënduar më herët, kanë qenë aq të bukura sa dhe sot ende po këndohen. Besa tekstet e atyre ilahive po mirën, po modifikohen, ashtë kuptohet në atë kohë s'ka qenë studiet, ose teknologjia se s'është e sotit, sot po mirën, po modifikohen për shkak se tekstet e asaj kohe po janë me të vërtetë shumë të bukura. Kuptohet ka edhe tekste të reja, po prapë edhe pse janë të vjetra, prapë ato qëndrojnë, mbeksin. Sa përket babait, kuptohet për këndimin e ilahive kusht është me pas një zonë të bukur. Prandaj, edhe babi, i cili ka një zonë goxha të mirë, më thonë, këndon edhe ilahi, Kur'an, bën thirrjen e zonit, këto domethënë të cilat shkojnë së bashku me sa i përket zërit. Këto bashkë. Me që vjen nga një familje me tradita islame dhe e mbani besimin me dekada dhe shekuj, çfarë mesazhi kishe dhënë sot të rive të sotëm që kanë hime të mëdha kafeja islame, ka për tyre që janë edhe shumë entuziasta, kanë entuziazëm në çështjen kur e pranojnë islamin, mundohen më bë shumë, si thonë na ulema, më bë shumë bishëm, thënë. Cili është mesazhi i? Ti pyet edhe më herët se si kanë ndiku ilahit. Fillimisht unë kam pas fatin që të vi për një familje fetare. Dhe kam pas fatin që me u eduku, por edhe kam qenë i ndëgjueshëm ndaj familjes për këshillat edhe ato që më kanë ofruar kulturën islame, për shkak se mua gjatë jetës ai më ka ndihmuar shumë. Më me thonë që gjatë jetës i më rrit me një vend, jo është një familje, po kuptohet rrethën shoqërore më të gjatë, ku ka pas shumë dukuri të këqija rreth meje. Edhe mbrojtja jam kryesore ka qenë feja islame. Shumë gjëra të cilat sot rinia i bën pa kurfar problemi, e që janë gjëra jo të moralshme, janë amoral, gjëra të këqija, dukuri të këqija, negative, deviante, shkelce, këtë këto i bëjnë rinia pa kurfar mendimi se çfarë pasojë ka më vonë. E unë këto i mbrojt shumë, edhe sebebi kryesor i cili kam qenë i mbrojtur, fillimisht me lejen e Allahut Dhul Xhelal, ka qenë sebeb feja islame. Edhe ilahit e kanë këtë rol. Domethënë, ku më dëgju shumë raste ku shumë persona janë udhëzuar në fenë islame për ilahive. Ose domethënë nuk kanë qenë praktikues namazit, ose kanë qenë edhe në rrugë të këqija, po një ilahi, respekti ndaj nënës, respekti ndaj babës, respekti ndaj familjes, çështja e namazit, çështja e Ramazanit, kanë arrit me u fut në fe islame nëpërmjet ilahive. Dhe kjo besoj që është një sukses i madh. Nuk po them që e kam bëhen, për shkak se ende i ri në këtë fushë, mirë po domethënë po flas në aspektin e për ilahit, në aspektin e përgjithshëm, kanë arrit me pas një ndikim shumë të mirë dhe pozitiv në popull. Mendoj që ka ende ilahit të cilat fatkeqësisht domethënë nuk e kanë marrë popularitetin, të cilat e kanë marrë disa ilahit të tjera, por tekstet e tyre kanë një domethënie shumë të veçantë, të cilat mendoj që ja vlen me u ndëgju, me u publiku, me u shpërnda, në mënyrë që mesazhi aty ilahive më shku deri tek shoqëria, në mënyrë që me pas dukuri tjera tek publiku, me pas domethënë mesazhin e tyre me u përçu tek publiku.